flasim përsëri nga qyteti bregdetari Durrësit, ku I shikoni këto pamje me të vërtet magjepse do t'i quaja në një mbrëmje të tillë, ku padyshim është dita e dytë e garës më të bukur të bilardos tashmë, që quhet Steka e Artë, që zhvillohet në qytetin bregdetar të Durrësit. Në ditën e parë kanë konkuruar 16 pretendentë dhe pas kësaj dite është dita e dytë sot, ku 8 më të mirët do të ndeshen midis tyre për të përcaktuar se cilët do të jenë bilardistët që do të marrin pjesë në finalen e madhe që zhvillohet në Sarandë në datat 25, 26 dhe 27 korrik. Shikoni këto pamja dhe një, regjia e Telesportit ka zgjedhur për ju të nderuar teleshikues, to pamje me të vërtet të bukura dhe tepër interesante, ku një traget largohet nga porti I Durrësit dhe jemi kthyer tek tavolina e bilardos. Ju kujtoj se pranë në këtë transmetim kam si zakonisht Roland Panozaqin, drejtor teknik I Federatës Shqiptare të Bilardos. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në mikrofonin e Telesportit. Mirëmbrëma zoti Flamur. Atëherë gjithçka gati, ka nisur takimi I parë në tavolinën numër 1, Xhimi Belba dhe Servet Xhenari përballë tyre. Një takim si do ta vlerësonit ju? Pritet të jetë një takim me mjaft interes. Siç dihet, Xhimi Belba, Iriu Xhimi Belba është nga të artë, Steka e Artë me shqiptare, mund të themi me plot gojë, është në vend të dytë në kampionatin kombëtar, është shpallur me merit në vend të dytë, mbasi ura nga Edlir Kurtita me rezultatin 9-8. Përballë ka Servet Xhenari, një lojtar me precizion të lartë dhe me përvojë të madhe. Të shohim se kush do të fitojë. Atëherë, në tavolinën tjetër, numër 2, zhvillohet takimi midis Xhimi Belba. Po. Atëherë, në tavolinën numër 2 zhvillohet një takim tjetër tepër interesant. Eduard Zëqiri, fituesi edicionit të kaluar të Stekës së Artë, është përsëri Durrësaku, përballë tij do të ketë Gazmend Bletën. Edhe kjo kemi transmetuar në edhe këta janë dy lojtarë me mjaft vlera. Mund të themi që Eduard Zëqiri ka deklaruar që do dalë përsëri kampion, është një lojtar I kompletuar. Shikojmë tash Xhenarin. Realizoi bilin numër 3, duhet godisë pak më fortë, pozicionohesh më mirë për bilin numër 4. Megjithatë, të shohim, mund të realizoj përsëri. Atëherë ju kujtoj të nderuar teleshikues të Telesportit se jeni gjithnjë në ekranin e vetëm sportiv Telesport, I cili sjell tek ju këto emisione të këtij sporti të ri, që do ta quajë jo të ri, po të paktën u bën 5 vjet që Telesporti promovon këtë lloj sporti, siç është bilardo, e cila tashmë është bërë e pranishme në jetën tuaj të përditshme, ashtu si dhe në ekranin tuaj nëpërmjet ekranit të vetëm sportiv në vend Telesport, dhe padyshim kontributi Telesportit dhe I kompanisë tjetër të njohur të basteve Euroloto, së dhe I kompanisë Dajti Express janë padyshim ato që mundsojnë transmetimin e këtyre ndeshjeve kaq decisive siç është Kupa e Republikës, që quhet, domethënë ka dhe mbështetjen e fuqishme të Ministrisë të Kulturës, Ministrisë Turizmit, Kulturës, Ministrisë dhe Sporteve dhe personalisht të Ministrit Bujar Leskaj. Atëherë edhe një herë ju kujtoj se jemi në fazën e dytë do ta quajë. Kemi Xhimi Belbën tash, është një pozicion ideal tash dhe patjetër duhet të realizoj. Me qetësi. Po. 1-0 për Belbën. 1-0 për Belbën. Është mbyllur seti I parë, ndërkohë vazhdojmë të nderuar teleshikues, të kujtoj edhe një herë se fillimisht Steka e Artë 2006 ka nisur në qytetin e Lezhës, ku kanë marrë pjesë ekipet e Malësisë së Madhe, ekipi I Laçit, ekipi I Lezhës dhe ekipi I Tiranës. Dhe aty janë kualifikuar 2 pretendentë kryesor, Edmond Zaja dhe Blerim Skara. Edhe një herë regjia e Telesportit na mundson të shohim këto pamje të qytetit të Durrësit në këtë mbrëmje të qetë, do ta quajë verore, ku padyshim edhe freskia ka bërë punën e saj, pasi nuk, nëse ka qenë një ditë e nxehtë, tashmë në mbrëmje ka paksa freski. Atëherë edhe në bilardo do të kemi padyshim freski, kur shikojmë se radhën e goditjes e ka Xhimi Belba. Ka arritur me goditjen e parë. Realizon bilin numër 2, ishte një shpërndarje jo shumë e fortë, por ishte një shpërndarje të shohim tash do për të arritur, për të përfituar diçka, ja arriti qëllimin, të shohim nëse tek bila numër 1 do të arrijë të realizojë atë. Ishte goditje taktike e Belbës, shumë bukur. Për të vënë në pozicion se do pak vështirë dhe kundërshtarin e tij, që është Servet Xhenari. Ka mundësi Belba tash të realizojë bilin numër 1 dhe të pozicionohet dhe për bilin numër 3. Shumë bukur, me jap siguri, duket tepër I sigurt në lojën e tij në këto fillime Xhimi Belba. Me goditje të lehtë me pak fifje.
Po, kështu vepron. Ka arritur qëllimin. Duhet këtë kujdes sa që të realizoj bilin numër 4 dhe të pozicionohet edhe për bilin numër 5 me goditje me falsona brenda, me pak lëshim, duhet të Në tavërinën Gabon. numër 2 udhëheq Zeqiri 1-0. Ai ka fituar setin e parë përballë Gazmend Bledës. Këtu jemi Belba 1, Xhanari 0. Xhanari ka drejtën e goditjes. është një pozicion pak komprometues sepse do të tentoj me goditje me thithje, por duhet të ketë parasysh sepse do shumë precizion, po vete në grupën e mezit. Bila numër 4 pa dashje. Tash do të kemi një përplasje për në grupën e mezit, mendoj unë, me pak thithje. Tentoj të Ka realizonte Shumë lehtë. dhe të mbrohesh, Ka miko nuk goditur shumë lehtë. I ka dhënë një shans. lë një pozicion tepër të favorshëm për Xhimi Belbën, do të ketë një Që me prerje. pak kujdes, me Po. një prerje. Me një prerje në grupën e mezit dhe të pozicionohet dhe për bilin numër 6. Një goditje paksa me të lëshuar, Jo, nuk realizon. Megjithatë pozicioni nxituar Gelet. dhe Belba, po mund të Shohim. penalizohet, të shohim. me shumë fat. Shqipti ku qëndron bila goditje në buzë të gropës. Nuk u penalizohet. Realizon kuptova, është prekjen e goditje. bilës numër 5, po nuk e shifte me anë të spondit, bëri të mundur të prek bilën numër 5. Plani i parë është për Xhimi Belbën, i cili synon të fitojë edhe setin e dytë, pasi ka fituar setin e parë dhe udhëheq 1-0. Nuk rrezikon Belba, goditje taktike e tij. Mendova vetëm ta vërë në pozicion të vështirë kundërshtarin. Po. Ja ka arritur pak a shumë qëllimet dhe quajës, edhe kundërshtarit të njëjtën gjë do të bëjë, vetëm ta godas. Ka synuar më Shumë bukur, Shqipti ku e çon bilën goditje Servet Ja Xhanari. goditja është e fshehur komplet. Mbas bilës numër 7, po. Ai duhet përdori Me anë të spondit dy do të sponde. mundohet. Me një spond të drejtë. Me një spond do të arë. Analizohet Belba. Gaboj. Ka mundësi tash i Xhanari. Edhe një herë ju kujtoj të nderuar teleshikues se jemi në qytetin e Durrësit në këtë transmetim të edicionit të 5 të Kupës së Shqipërisë Steka e Art 2006. Padyshim ju keni fillimisht ky aktivitet siç e keni ndjekur nëpërmjet ekranit të vetëm sportiv në vend Telesport ka nisur në qytetin e Lezhës ku janë përcaktuar dy pjesëmarrësit në fazën finale që janë Edmond Zaja nga qyteti i Laçit dhe Berim Skara nga qyteti i Tiranës. Tashmë pritet që edhe në Durrës të dalin dy finalistët e tjerë që do të marrin pjesë në këtë finale. Më pas Steka Art do të vazhdojnë në qytete të tjera të vendit ku padyshim radha i takon fillimit qytetit Lushnjës, më pas Beratit, pastaj Firit në Vlorës dhe Gjirokastër dhe Gjirokastës Sarandë. dhe për ta mbyllur me finalet në qytetin e Sarandës. Përsëri kemi pozicion tepër të vështirë. Nuk është problem për të realizuar bilën numër 5, po është mundësia e pozicionimit për bilën numër 6. Po, shikoni edhe pozicionin e Duhet një trekje Belbës paksa në këtë moment. me thithje, të shohim. Përsëri tenton Belba, po Shumë forte goditi për mendimin tim, megjithatë është me fat profesioni sepse i pozicioni i 5-s është në padyshim e vështirë. Alla Belba tani, më falni, Xhenari Xhenari ka tentuar vetëm tenton të Të mbrohet, por të shohim. shikoni edhe një herë goditin që e dhuron regjia e Telesportit ku numri 5, bila numër 5 nuk ka arritur dot të përfundojë në grop. Edhe një herë do të jetë goditja e Xhimit. Përsëri e vështirë, do të tentoj me falsona brenda. Ka qenë një lojë. Mbrojtje e Xhimi Belbës, sepse pozicioni i bilës numër 6 është tepër i vështirë. Të shohim tash se çfarë do preferojë Xhanari. Përsëri goditje taktike, sepse bila numër 5 ka gjithë lojën. Përsëri kemi mbrojtje të bukur të Xhanarit. Megjithatë kam përshtypjen se shikohet paksa ajo. Jo, mund të tentoj me anë të morses, mund të tentoj edhe me spond, të shohim. Nuk Ka rrezikon preferuar Belba, po spond. me spond. Ka përshtypjen se Përsëri ja kalon në pozicion interesant.
Nuk është I favorshëm kam e përshtypjen. theksojmë zoti Flamur, nuk është problem për të realizuar bilin numër 5, por shifri bila 6 është te lart në pozicion paksa Ai të është, vështirë. Kështu që realizon shumë bukur Xhanari. Është puna për Shumë bilin bukur. numër 6, a është Po, pozicionuar për një goditje mjeshtrore, por mund pa penalizohet. fat, ishte një goditje Po, vetëm penalizuar. mjeshtrore. Një goditje me shumë falso nga brenda dhe bëri të mundur një pozicionim, por Por është penalizuar. përplaset çoku bila goditse me anë 7 dhe vetë brenda. Tashi Jimmy Belba ka vetëm Jimmy Belba patjetër që duhet të realizoj. ka I realizuar. ka bilat pranë. Duket i për kështu bilin që- numër 7, domethënë është i Në pozicionuar. goditje të lehtë, është bil fare e thjeshtë, do të pozicionohet edhe për bilin numër 8 të shohim. Kështu vepron. Janë bila të thjeshta, duhet i Shohim realizoj. tek bila numër 8, çfarë do të arrijë. Ndërkohë në tavolinën tjetër ju kujtoj edhe një herë të nderuar televizionistë Eduard Zeqiri udhëheq 2-0 përballë Gazmend Bledës. Është Eduard Zeqiri është kampioni në fuqi ose fituesi në fuqi i edicionit Vazhdon të kaluar historia, Stega e 2 Ardhmë. Belba, 0 Xhanari. Edhe Belba po tregohet tepër kujdesshëm dhe i saktë në veprimet e tij. Shikojeni edhe një herë, ka goditur bilën numër 9 shumë saktësisht. Ja, peta fillimisht që ka përfunduar në grop dhe janë pozicione të ndryshme që ne i dhuron regjia e Telesportit këto goditje. Edhe një herë janë pamje nga qyteti i Durrësit, ku kjo buzmbrëmje ka sjell qytetarët pranë bregut të detit, këtu ku zhvillohet dhe ky aktivitet ka qenë rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Jimmy Bilardës. Belbën duke buzëqeshur. Nëse duket Shohim Xhanarin dallohet për shpërndarje të fortë. Nuk realizon as një bil. shohim Jimmy Belba, Studion Bila lojën. goditse përballë bilës numër 1, do shohim çfarë ka zgjedhur. Ka menduar Spontin ka mbështetjen? Do bëjnë goditje direkte. Ja, ka zgjedhur direkt. Pa rezultat. Ka ngatruar shumë punë. Ka përshtypjen e ka vënë në pozicion të vështirë kundërshtarin e tij. Shikoj, nuk e di nëse mund të penetrojë bila goditse. Është një labirint, me mund të fusi aty dhe bëjë goditje të lehtë. E vetëm mundësi Nuk të god- ishte Po, faull. jo, patjetër se ishte faull. Mund të kemi një tentim të Jimmy Belbës, Por bilën numër 9 ka por mbështetur. është shumë afër dhe kërkon një thithje të lehtë, të shohim. Mund të realizojë bilin numër 9. Ja, Penalizohet. bila numër 1 përfundoi, ndërsa u penalizua me bilën goditse. Shikojeni edhe një herë të nderuar teleshikues, është regjia e Telesportit që na mundson këtë moment ku bila goditse ka përfunduar në grop. Është rradha për sërve Xhenaren. Që ai nuk do të dalë pa fituar një setin e rradhës të ta quaja, dhe bila numër 3 ka përfunduar me Penalizohet Xhanari. pa besueshme. Në këtë goditje kaq të lehta të penalizohesh. Mendoj të rrithje Po, besoj se bilën duhet goditse ishte për treguar pozicionuar në- bilën numër 4. Atë ishte Duhet ta treguar më llogarisë më kujdesshëm. mirë. Më Bilën kujdesshëm. goditse. Po. Atëherë për bilën numër 4 do të luajë është Jimmy Belba. Ju kujtoj se gjyqtari i këtij takimi është Konstantin Reveli, gjyqtar nga qyteti i Tiranës. Ka mundësi Jimmy Belba, janë vetëm 5 bila në fush. Një lojtar si Jimmy Belba bën të mundur që më fort do të godiste, megjithatë me një prerje të holl do Për të të menduar realizojë për bilën numër 6 6. dhe të pozicionohet për bilën numër Gabon. Ja. Gabon. Gabim shumë i rëndë. do ta quaj. Goditja amatoreske e Jimmy Se Belba. bëri dhe gabimin tjetër që bila goditse përfundoi në grop. U penalizua. Do të ishte treguar shumë me kujdes. Të shohim kundër përgjigjen e Xhanarit. Xhenari tenton bilën numër 6. Ja ka arritur qëllimin. Të shohim për Patjetër bilën nuk numër falen këto 7. bila, janë bila të thjeshta, janë pranë gropës. Do të tentoj edhe bilën numër 7, por varet se çfarë pozicion do të jesh për bilën numër 8 me një tërheqje të bilës goditse, patjetër. Penalizohet nervozizëm në këtë moment e Xhanarit. I kishte të gjitha mundësi të ngushtonte diferencën. Bëri një tërheqje të fortë të bilës goditse.
mirë po ndëshkohet. Radha është për Belbën, që ka arritur me sukses bilën numër 8 dhe tash tenton 9-ën i sukses. 3-0. Mund të themi me plot gojën sepse kishte mundësi Xhanari, ja dhuroi këtë set Xhanari, nuk llogariti Bilit Godice. Bëri një tërheqje të fortë Bilit Godice dhe u penalizua. Xhanari duhet të ishte treguar më i kujdesshëm në këtë moment. Patjetër. Paksa nervozizmi dhe emocionet bëjnë punën e tyre. Përsëri, radhën e shpërndarjes së bilave e ka Gjimi Belba. Goditja e fortë. Është një shpërndarje e bukur, nuk realizon marrjen e asnjë bile. Tëra është fjala për Megjithatë është me tepër fat sepse pozicioni i bilës numër 1 është shumë i vështirë. Drejtohet Servet Xhanai te arbitri dhe përdor fjalën push. Bën goditje. lejohet. Po, kjo lejohet sipas Një rregullores. push lejohet. Po. Tashti kundërshtai ka drejtë Atëherë ose Belba. të godasi vetë ose të tenton shtatën, po realizon. Paralel. Mjaft mirë. Ka përfituar nga këti. Do të kishte mundësi ndoshta Xhenari ta bënte këtë veprim që bëri shoku i tij, që e shohim në përsëritje, po Nuk rrezikon Gjimi Belba, mjaft i qetë këto momente. përsëri Xhenari ka Shumë bukur, mbështetjen se ka bëri një tentuar goditje të bukur, por Por i është- pafat. është ndëshkuar. Ndëshkuar me kuptimin Nuk i jo bindet të keq bila të numër fjalës, 1, nuk jo bind. prek në cepin e spondit dhe që do Duarve në të buzë tij. gropës. Shohim nëse Kemi një është faull. penalizuar. Është gjyqtari i takimit përsëri Konstantin Reveli që bën me shenjë për faull dhe radha është përsëri për Servet Xhanarin. I sakt. Ta të kërkoj bilën e radhës tani, shohim këto momente. Do të kemi një goditje paksa të fortë me thithje, por duhet të ketë shumë kujdes sepse mund ta nxjerrë gropa. Shumë bukur. Dhe pozicioni është ideal për bilën numër 3. Ideal për Juve apo për bilardistin? Po, patjetër. Se ka realizuar. Tani janë në fushën 1, 2, 3, 4, 5 bila. Me një prerje të holl duhet të realizoj. Kështu vepron, shumë bukur. Përsëri do kemi një goditje të lehtë. Dhe Po patjetër do të përshtypjen që është realizoj. bila numër 5. Po, patjetër do pozicionet edhe për bilën numër 6. Shikoni si është ndëshkuar. Pa kuptim, Çuditërisht. nxitohet Xhanari. Që të qëndrojë ajo bila aty përpara. Megjithatë, gropës pozicioni dhe mos është arrijë paksa i të dyshimt. përfundojë në- Nuk e lejon bila numër 6. Mund të tentoj me anë të spondit, mund të bëj një goditje me falso dhe tip morse. Po, kështu vepron, ka zgjedhur goditje morse, penalizohet. Duket paksa e çuditshme. Këto bilardistë me këtë eksperiencë në minutë. Përsëri Ka po i rrinë të bëjnë të buzëqesh tilla- loja Xhanarit, i ka të gjitha mundësit të shkurtojë diferencën. Ta mbylli këtë set pat. Shqipni, bila numër 6 pranë gropës, bila numër 8 është në buzë të gropës dhe bila numër 9. Një lojtar i tillë me përvojë nuk duhet të fali më. Pa faqe. Tension në këto momente. Nervozizëm si mund ta quhesh domethënë. Humbje durimi. Është befasuar Xhanari Ja. nga Iriu Belba. Një goditje taktike, shumë bukur. Shqipni ku e çon bilën godice. Goditje mjashtrore mund të themi e Gjimi Belbës këto momente. Shqipni ku e çon bilën godice mbas bilës Nuk numër ishte 8. as një shans Belba Panozagji. Po, nuk mund të realizonte, ishte bil shumë e vështirë, nuk Me mund të lëshoj prerje. dhe nuk rrezikon, bën një goditje taktike të shkëlqyer. Kemi një faull dhe padyshim i ka të gjitha mundësit Gjimi Belba të kalojë në përsi. Ta mbylli dhe këtë set.
Kërkon pozicionimin për bilën numër 8. Është goditja më e keqe që ka bërë në këto momente Gjimi Belba. E vetmja mundësi që të çonte bilën goditje mbas e pa kuptim që kishte të gjitha mundësit. Nuk falen tilla gabime. Mjaft tension te këta bilardist. Kam përshtypjen se Xhenari ka të gjitha shanset tani. Bilën numër 8 Ka humbur kontrollin Xhanari. Ka humbur qetësinë Po. vetë. Nuk ka realizuar. Është momenti tani. Është pozicion tepër komprometues. Të shohim çfarë goditje do preferoj Xhanari. Ka arritur qëllimin. Realizon dhe Kam pozicionohet. përshtypjen se edhe bilën në numër mënyrë- 9 ka të tillë. Po, patjetër duhet të realizoj. Dhe është Dhe më në fund e kushtuar thyer në ndjeshën akullin diferencë. 3 Gjimi Belba, 1 Xhanari. I kishte gjitha mundësitë Gjimi Belba të kalonte në përsi të plot. Ishte një goditje pa kuptim. Ishin vetëm 2 bila në fushë dhe ai bëri të më të vështirë më të keqen. Të shohim tash se mund kemi një kundërpërgjigje nga Servet Xhanari. Dallohet për shpërndarje të fortë të bilave. Ja shikojmë dhe Gjimi Belbër në ekran. I trishtuar. I befasuar. Më shumë se sa i trishtuar dhe nga kjo që i ndodhi ishte përgatitur ta mbaronte shumë shpejt këtë takim, po Shpërndarje tepër e fortë. Por përsëri nuk realizon. fjala është për Gjimi Belbën. Goditje taktike e Belbës. Po. Këti nëse ka dhënë një shans kundërshtarit të shohim, megjithatë ka përshtypjen se e shikon. Është pozicion i largët e shef bilën numër 1. shikon. Do tentoj të realizoj. Jo, nuk rrezikon, bëri një goditje për të mbrojtur, por nuk bëri të mundur fshehjen e bilës goditse. Megjithatë të shohim. Belba mund të luajë edhe për 9-ën. Mendoj se mund të preferoj edhe goditjen për 9, po mund të realizoj edhe tek. Po. Bilën është lojtar që preferon. Shfrytëzoi tekun. Po. Pozicioni do të jetë i vështirë për bilën numër 3, të shohim. Realizon. Edhe një herë fjala është për Belbën. Ka tentuar të Realizon dhe 9-ën. bilën numër 3 dhe bila numër 9 vete pranë buz gropës. Jo. Një goditje paksa të lehtë. Përsëri ajo mund do përfundojë kemi mbrapa një prerje të bilës numër 4. për të tentuar 9-ën. Ja, do të tentoj bilën numër 4, mendoj unë. Nuk Ja. realizon. I dha një shans kundërshtarit. Megjithatë edhe kundërshtari vështirë. Jo, për bilën numër 9 është e pa kuptim, janë vetëm 5 bila në fushë. Do të tentoj bilën numër 4 me një trekje të lehtë dhe pozicioni do të jetë ideal për bilën numër 5. Ja, kështu vepron, kemi një pozicion Pozicionuar për 5-ën. i pa Mund të luaj për Xhanari, 9-ën? po mund të tentoj me anë të karambolit, me goditje me të lëshuar, me goditje të lehtë, besoj se duhet të realizoj, duhet të ketë shumë kujdes sepse është shumë afër bila gol. Realizon. Ermal Dyli. Shkëlqyer Kushtohet 3 me 2. me 2. Lirkut Hysa, Gjeral Xhanari. Pra nga familja Xhanari kemi 2 finalistë. Në tavolinën tjetër vazhdon Eduard Zaqiri, Gazmend Bleta. Rezultati 4-2 është fiksuar deri në këtë moment. Gjithnjë në favor të Eduard Zaqirit, fituesit të sezonit të kaluar të edicionit Stekar 2005. Atëherë tani e ka radhën Gjimi Belba. Gjimi Belba për shpërndar, pak sa i nervozuar dhe gjë në këto momente. Një shpërndarje e bukur.
realizon, por pozicioni është paksa i vështirë për bilin nëmër 1, do të tentoj me anë të prerje soll për në gropën e mezit. Ose për në karambol apo. Mendoj se do realizoj një prerje oll, nuk realizon. Dhe lë një Të pozicion shohim çfarë tepër të pozicioni e ka vështirë. lënë kundërshtarin. Tepër të vështirë. Ka mendimin se Xhanaj do të tentoj me spond të drejtë për të prekur bilin nëmër 1. Mund të bëjë një goditje me pak falso. Është futur disi takimi në momente interesante. Ishte 3-0 për Jimmy Berbën, tash kemi vetëm 3-2. një set avantazh 3-2. Kuptohet Jimmy Berba është një njeri talentuar, mirë po ana emocionale bën të vetën. Shikoni. I dhuroj dhe E ka dhuruar. shokut i të skuadrës, i dhuroj një bilin numër 1 ja ka dhuruar, të shohim. Pozicionimi për bilin në Bëri një radhës. goditje me falson Xhanari dhe çvendos se bilin nëmër 2 dhe çon buz Gropës dhe Gropës. pa dyshim do të kemi një goditje Tek të gropa e lehtë, mesit. të lehtë me të lëshuar dhe pozicionon për bilin nëmër 3. Pozicion ideal, edhe bila nëmër 4 është pranë Gropës dhe kështu do të vazhdojë Surin me radhë. I ka të gjitha mundësitë Xhanari të barazojë. Ta mbylli. Ka fituar një këtë farë set sigurie. me qetësi. Po, të shohim se si do pozicionohet për bilin nëmër 5. Bila nëmër Pas 4 bilës numër 4. është pranë Pse Gropës. nuk merr dhe ato stegën ndimse. Nuk Ishte ishte moment. buz Gropës dhe nuk kishte problem. Bili numër 5 ka paksa problem do ta quaj. Me një prerje të lehtë, mendoj në kratë maj Do duhet të tentoj realizoj. një prerje. Po, në kratë maj të këtij në gropën fundore. Kështu vepron, Ja ka arritur realizon. qëllim. Tash i flitet për bilin numër 7 dhe 8. Është bila numër 6. 6 dhe 7. Me një goditje me thithje duhet të ketë kujdes, duhet të përqendrohet. Po, janë disa bila të bukura në këto momente. Në pamjet parë duket si bile thjesht, por duhet të ketë shumë kujdes Xhanari, duhet bëjnë goditje të lehtë me të lëshuar. Kështu vepron, bukur. Dhe bilin numër 9 them se ka në zotrim. Patjetër, duhet të realizoj, kemi barazim patjetër. Është futur në lojën e tij Servet Xhanari më në fund. Atëherë gjithçka Barazpesh në ka Barazpesh 3 të- me 3. Barazohet rezultati. Bilba 3, 3 me Xhanari 3. Atëherë është rradha për Xhanari. Kishim një set të bukur në ana e Servet Xhanarit. Si e administroi këto bilat e Po, fundit. siç e vëmë re që nga bila numër 1 bëri zhvendosje bilës numër 2 e përfundoi lojë me Istek. Kjo është lojë Bilarosi. Mjafton që kundërshtari të bëjë një gabim dhe ti të përfundosh lojën me Istek. Ky është niveli i bilarëve tan. Mirë po, siç e kemi theksuar disa herë gjatë komendit, këta pranë kamerave këta gjithmonë janë emocionale dhe nuk bëjnë lojën e tyre. Po. E vetmi mangësi që kanë këta bilardistë, siç e vëmë re, ishte një lojë shumë e bukur e Xhanarit. Bëri të mundur mbylljen e Padyshim. setin me Istek. Të shohim shpërndarjen. Në bazore dhe Jimmy Belban që edhe Sepse siç është për të theksuar që nga bila numër 1, bila numër 2, 3, 4 me radhë i përfundoi me një stek. Ky është niveli që presim ne nga këta bilardistë. Jimmy Belban pra. Ja dhe gjyqtari i radhën- takimit Kosta Revelli. Po. Po, mbrojtje e bukur e Jimmy Belbes këto momente. Nuk do të isha dakord me këtë mbrojtje kur do të kishte mundësi që Ja, nuk isha si mundësi, Sulmon, nuk da. më, s'ka çfarë të bëj, ishin 3 bila për njëra bilën pas tjetër. tjetër, jo për bilën Në e radhës. tavolinën 2, Edlir Kurtysa, Gjeral Xhanari. Tavolinën 2. Dhe ka përfunduar në tavolinën numër 2 takimi midis Eduard Zeqiri dhe Se- Gazmen Bletës dhe me fitohet rezultatin nga 5-2. patjetër, është nga steka më të forta e qytetit Durrësit. Është kampioni aktual i Stek Sart Eduard Zeqiri. Zeqiri kalon gjysmë finalisti i Po. parë. Të shohim tash se çfarë do të preferojë Jimmy Belba. Mund të tentojë një goditje mbrojtëse, po. Kështu vepron. Do të kemi një goditje mendoj unë tip morseje që të bëj të mundur prekjen e bilës numër 1, po kështu vepron Xhanari, shohim. Shumë bukur. Goditje mjashtrore e Xhanarit këto momente.
është çekuilibruar në këto momente Iriu Gjimi Belba. E Dhe- ndjen rrezikun, është afruar ndjeshëm Xhanari. Është penalizuar. Po, patjetër. Pasi Bila Godice ka përfunduar në gropën e mesit, kështu që është rradha për Xhanarin tani në këtë moment. Ja ka arritur qëllimit me Bilën numër 1. Të shohim Bilën e rradhës. Goditje tepër e fortë, Të shohim. pozicioni tepër i vështirë. Gabon Xhanari në këto momente. Kishte mundësi të bëjë me këtë goditje. Kishte mundësi të rrithë Bilën Goditje të bënte një goditje me thithje, jo aq të fortë. Të shohim, do të tentoj me anë të dy spondeve. Po, e prek Bilën numër 3. Dhe pozicioni paksa i vështirë, sepse është pranë, Për kundërshtarin. po, është pranë Bilës Ush, po pranë Bilës nuk ka, po duhet të realizon dhe bën një lëshim të Bilës Godice. Ka mendimin se do të tentoj një goditje mbrojtje në këto momente Gjimi Belba me falso, ta lej Bilën numër 4 pranë spondit dhe Bilën Godice tenton nëntën. Goditje e bukur. Goditja ishte e bukur. Por nuk ishte shansi ti që të realizosh. Megjithatë, Xhanari do bëj një goditje me për pak thithje, po goditje mbrojtje e tij. E kupton Xhanari në këto momente që ka hyrë, si thua, paniku te Gjimi Belba dhe mundohet i lej bilat të larta, sepse janë gjithmonë të vështira. Bukur, goditje shumë e bukur e Belbës. Mundohet ta joshim me bilat të larta, të cilat padyshim që Belba po i zgjidh me sukses, kam përshtypjen deri në këto momente. Të shohim vazhdimsi. Ishte një goditje me përplasje, gabon Belba. Jep një shans Xhanarit. Me pak kujdes Xhanari, po të punoj me dorën e majt, jo, ka preferuar. Ja ka arritur qëllimin, por është penalizuar, Jo. jo. Me tepër fat. Shanse ma. Të vi Bila Godice dhe të qëndroje për para grapës në atë famë. Nuk realizojnë Xhanari. Kam përshtypjen se nuk ishte me qëllim Jo, mundua të realizonte dhe njëkohësisht të mbrojë. aplikonte një mbrojtje dhe ka Mbrojtje. realizuar mbrojtjen. Padyshim ajo është, edhe një herë ju kujtoj të nderuar të shikues se ky është edicioni i 5 i Kupës së Shqipërisë, e quajtur Shifni që mbrojtje të mrekullueshme bën Gjimi Belba. 2006. Bila Godice është mbas Bilës numër 9. Atëherë Është zoti një Panazaqi gjithmonë është i apasionuar pas këtyre goditjeve. Ne bëjmë duke kujtuar juve të nderuar të shikues se ku Kemi ndodhemi. penalizim të Xhanarit këto momente. Panazaqi nuk doron dhe gjithmonë është i përqendruar tek ndeshja, i duket sikur po luan vet. Gjimi Belba tash që tenton Bilën numër 9. Të shohim. Kam përshtypjen se do t'i arrijë. qëllimin. Realizon. Ja arrit. Atëherë 4-3. 4-3. 4-3 në favor të Gjimi Belbës që padyshim do të Duhet dhe një synoj. set për të do kualifikimin të e synoj tij. tash edhe këtë shpërndarjen e bileve dhe padyshim do të kërkojë dhe Të shohim shpërndarjen e Gjimi Belbës. Belba ka të drejtën e shpërndarjes, Shpërndarja e gabuar desha thoshë. ja e plot. Shkojmë që bilat janë grumulluar pranë njëra tjetrës dhe mund penalizohet. Jo. Nuk është penalizuar, ka një shans tani. Do bëjmë goditje Kundërshtari i tij që padyshim pa dyshim e goditje. Servet Xhanari. I drejtohet arbitrit me fjalën push dhe do bëjë një zhvendosje të Bilës Godice. Tash kemi anë Gjimi Belba mundi thoj të godas prap Xhanari, mund të kërkoj dhe të godas vet. Është e drejtë, po lejohet. momente kështu është zhvillimi. Kësaj loje edhe një herë. Po do bëjnë goditje taktike mendoj unë. E pa nevojshme kjo goditje, kishe mundësi të godiste pak më fort. Me qëllim ta çonte Bilën Godice mbas Bilës numër 8.
Goditje tepër ashpër, megjithatë realizuar bil realizuar numër dy 4 bile. dhe bil numër 1. Është një moment tjetër tani. Goditje taktike Xhanari këto momente, shumë bukur, i qetë. Dhe shifri ku ka futur bilën goditje mbas bilës numër 7 dhe bilës numër 9. Errësira plot. Po. Kështu e quani ju në gjuhën e bilardës, kështu e kam dëgjuar domun. Ashtu duhet jetë të shohim çfarë varianti do zgjedhë tani. Ande spondit me pak kontrafacë do Jimmy mundohet të Belba. prek. Bil numër 2 është një Ku do të synoj Jimmy Belba? do godas në spond, po kështu vepron dhe Ja ka arritur ka qëllimin. arritur qëllimin. Pak Jo të vetëm që godas. pregu, po desh e realizoj. Xhenari tani Xhanari Ka do bëjë goditje. po Me- duhet se let- pozicionohet për bilën tjetër. Është një pozicion ideal, nuk diskutohet që shi. Pa kuptim kjo kuptim do tentoj Ja, bilën shumë numër 9. Jo, duhet bënë një trekje të me thithje për bilën numër 3 të pozicionohesh më afër, por do tentoj bilën numër 9 të shojmë. Goditje ashpër e tij. Nuk tentohesh në këtë formë, bila numër 9 do të gjente një mënyrë tjetër. Goditje të tilla nuk rekomandohen, e kemi theksuar disa herë, janë tepër të vështira dhe nuk rekomandohen për lojtarë të tillë. Shumë lehtë godet Jimmy Belba, është goditje taktike e tij, nuk rrezikon, vetëm një set i duhet dhe kualifikohet. E ruan qetësinë, ndërkohë që është Xhenari që ka humbur pak sa qetësinë. Ja të me 2 sponte kam përshtypjen. Po, me 2 sponde, por ka Ka bilën numër 8. gabuar. Nga Është penalizuar. tenton përsëri mbrojtjen Jimmy Belba. Goditje të pakuptimta, këtu janë 5 bila, lojtarë tillë duhet të realizojnë marrjen e tyre tek e tek, po ai u tentoi të mbrojtjen dhe realizon padashjen në gropën e mezit. Kështu që ja ka bërë vetes, sepse bila numër 5 është në pozicion vështirë, do tentoj me anë të spondit. Kishte mundësi Vetëm ta Jimmy preket, Belba. Po, patjetër do ta prek. Po arriti. Po, arriti. Nuk arrin ta prek Penalizim, edhe kështu mira gjen penalizuar. Jimmy Belba në këto momente, kishte mundësi të realizonte një mbyllje të setit të tij. Jep një shans tjetër Xhenari tani për ta kthyer gjithçka në baraspesh të plot, për ta çuar në tie break e quajmë në gjuhën e sportit. Në setin final. Ja ka arritur. Jo, ka lidhje shumë e keqe Xhanari këto momente, bëri goditje me vallsona brenda dhe pozicionohet në pozicionin Tani e dyshim, synohet, mund të afrohesh më afër, mjafton të qëndrosh. Është synuar. E realizon, jo. Edhe në qoftë se do realizon në bilën numër 6, pozicioni është shumë i keq për bilën numër 7. Shumë i Ka pafavorshëm. humbur kontrollin Xhanari, ka humbur qetësinë, është befasuar nga Belba, por është futur me tërmend në një kolaps ky takim tash në këto sete final. Pozicion tepër i vështirë. Megjithatë goditje mjashtrore e Belbës realizon Pëlqeushëm. shumë goditje e bukur. Goditje shumë. Nuk e shohim Tani do të shënoj duket bila numër 7 apo jo. Kam përshtypjen se Mund bëj trekjet. Po. Po, për bilën numër 8 është pozicion shumë vështirë kam përshtypjen. Nuk e di si do ta prej dot. Mund të bëj goditje taktike mbrojtje. Taktike. Po. E thatë shumë drejt juve dhe ajo ato bëj. Shumë bukur. Ishte një zgjedhje e drejtë e Jimmy Belbës. Nuk ka pse nuk ka pse rrezikon, vetëm një set. Tani unë do jem nuk do jem dakord. Rregulloria duhet ndryshoj. Nuk ka më goditje mbrojtëse. Secili të luajë për të fituar. Këto goditje mbrojtëse sikur është ajo kthimi topit tek portieri. E po është me kualifikim të drejtë për drejtë, dhe kështu që s'kan kohë. Tentoi bilën numër 9. Edhe i arrit. Goditje e bukur, por nuk realizon. Penalizim. Është penalizuar shumë rënd. I ka të gjitha mundësit tash të realizojë në fund bilën numër 8 me një goditje të lehtë me pak thithje dhe pozicioni është ideal për bilën numër 9. Megjithatë kërkohet një përqendrim, nuk duhet të ngutet. Mos mendoj për nëndët, po fillimisht. Jo, nënda është pronë, po, realizon. Mund të kemi kurorëzim me sukses tash dhe më në fund Jimmy Belba i buzëqesh fitoria. Goditje të lehtë me të lëshuar. Po. Ka rritur. 5-3. Mund të themi ishte një ndeshje e pëlqyeshme. Patjetër. Jo e pëlqyeshme, po edhe na dhuroi dhe emocione. Ne që jemi specialistë në Tavolini iPhone. numër 1, Ermal Dyli, Radomir Dajku. Ishte më të vërtet. Belba fiton me rezultatin 5-3 ndaj Xhanarit.
Tani përgatitet të filloj takimi tjetër, Ermal Dyli me një Radomir Dajku. me Radomir. Ja, të ndëruar teleshikues të Telesportit, jemi përsëri në ditën e dytë të ndeshjeve gjysmë finale që zhvillohen në qytetin e Durrësit dhe padyshim është evenimenti më i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Bilardos që quhet Kupa e Republikës Tek Art 2006 dhe në ditën e parë siç i keni ndjekur nëpërmjet transmetimeve tona janë kualifikuar 8 më të mirët që sot diskutojnë me disë tyre se cilët do të jenë 2 pjesëmarrësit në finalen e madhe që zhvillohet në qytetin e Sarandës në datat 25, 26 dhe 27 korrik, ku do të dalin dhe fituesi i Stekës Art për vitin 2006. Padyshim në vitin 2005, kjo Stek Art është fituar nga një bilardist dursak dhe ai sot është prezent sot është Eduard Zeqiri i ekipit të Teutës që do të synojë përsëri të bëhet fitues për të 2 vit radhazi, por janë dhe shokët e tij që konkurrojnë së bashku për të arritur ata. Atëherë, përballë tyre, Ermal Dyli në tavolinën kryesore që e ndjekim së bashku, dhe Edlir Kurthyse. Jo, më falni, është Ermal Dyli dhe Radomir Dajku. Një takim me vlera dhe ky padyshim ku në tavolinën numër 2 ju kujtoj se zhvillohet takimi midis Edlir Kurthyses dhe Gerard Gjenarit, 3-0 deri në këto momente në favor të Edlir Kurthyses. Atëherë është rradha për të goditur Radomir Dajku. Bëri goditje taktike. Sapo e preku paksa bilën, atëherë të shohim çfarë do të marrë me anë të 2 sponde. Ka preferuar 2 spondet, ka goditur dhe ai më tepër mbrojtëse do ta quajë të goditur. Po. Sa për të prekur bilën e radhës. Megjithatë llafi është ose më saktë e drejta goditjes është tani për Radomir Dajku. Radomir Dajku. Realizon bil numër 1. Do të tentoj bil numër 2 në gropën e mezit. Nuk e ka arritur qëllimin. Megjithatë lë një pozicion të vështirë. Ka dhe Dyli më shumë. Me shumë njeshtëri bën një goditje prek bil numër 2 me anë spondit dhe realizon një pozicion tepër të vështirë për Dajkun. Edhe ai me 2 sponde besoj do të arrijë ta godas. Duhet synoj, paktën. Patjetër. Nuk e di, ose me një spond si e ka zgjedhur e di vetë, ja. Është nxituar shumë, ka është penalizuar. Faul i Dajkut. Të shohim kundërvëgjinjen e Dylit. Si do të luajë për bilën numër 2 nuk e ka problem, po mendon për bilën e radhës dhe Meriton duar trokitje të Gerard Gjenari, 3-1 ndaj Kurthyses. Të shohim tash për qëndrimin e Dylit. ja, plani i parë është për Dylin. Ka realizuar, Përsëri Ermal Dyli. ka bil numër 4, edhe kështu me radhë bil numër 5. Do të pozicionohet edhe për bil numër 5. I sakt. Do të kemi goditje me pak faso, me të lëshuar dhe pozicioni do të jetë ideal edhe për bilun numër. Mund të tentoj dhe thithjen, por mendimi im është duhet të lëshoj, po kështu Ka vepron. arritur qëllimin. Edhe pozicioni është perfekt. Radha është për Me i tërheqje të lehtë do të kemi pozicion ideal edhe për bilun numër 7, po kështu vepron. ka arritur qëllimin. Tani do të synoj bilën numër 7. Do t'i dal pak me prerje bilës numër 8 për të pozicionuar për bilun numër 9. Kështu vepron. Shumë bukur. Do bëjnë goditje me pak thithje, me falso, edhe pozicioni do të jetë perfekt dhe për bilun numër 9. Kështu mendoj unë. Ishte goditje pak e fortë, më lehtë duhet të godiste. Megjithatë, lojtarë të tillë duhet të realizojnë. Nuk realizon. Të shohim Dajkun tash, ka një pozicion tepër të vështirë.
Mund të kemi një përplasje për në grupën fundore. Përqendrohet Dajku në këto momente, është goditje tepër e vështirë. Bëri një goditje për të mbrojtur, por nuk e prek bilin numër 9. Padyshim do të udhëheqë Ermal Dyli. Një me 0. Është për të theksuar se Ermal Dyli është një nga steka më të forta shqiptare, është 2 herë fituesi stekës së artë, 1 herë kampion kombëtar. Të shohim ka përballë një djalë të ri. Si shikojmë dhe nga regjia, janë pamjet që nga dhuron Telesport. Ja dhe Gjanarin të trishtuar me 2 fëmijët e tij. Një shpërndarje e bukur në këto momente në Dajku realizon. Është një pozicion paksa i vështirë për bilin numër 1. I drejtohet arbitrit me fjalën push. Shikojmë në ekran e Ermal Dylin. Ai që udhëheq me rezultatin 1-0 deri në këto momente, ka fituar setin e parë dhe do të synojë tani të jetë ndër pretendentët kryesorë apo jo Panuzagjin. Patjetër një në vlerat e Ermal Dylit, e kemi theksuar disa herë gjatë komentit. Shqiprin bën një goditje shumë të bukur. Do të tentoj bilin numër 2 në grupën fundore. Me qetësi realizon. Prerja ka qenë saktë, shumë nuk e di si është pozicioni për bilin në radhës, bilin numër 3 jo. Është pozicion jo dhe jo, me qenë se flas bila goditse është plan shumë. Po. Nuk është problem për bilin. Gabim dhe unë. Jo, shumë drejt e zoti Flamur, nuk është problem për bilin numër 3, po është pozicioni për bilin numër 6. Për bilin e radhës. Jo. Megjithatë, kërkohet përqendrim, do bëjnë goditje të lehtë. Nuk realizon sepse mendoj të pozicionohesh për bilin numër 6. Ja. Megjithatë, i ka lënë një arsye të plot kundërshtarit të tij. I pa në këto momente Dajku. Që do të kishte një shans Dajku se bilat ishin shpërndara në fakt. Po. Janë të shpërndara apo? Me një Po dhe i goditje do me tentoj spon. tani të shohim. Me spon gjithmonë. Ja. Është penalizuar kam E përshtypjen. ka filluar me tepër ngarkesë. Shumë psikologjike, Shumë duke parë emocionale, dhe emrin e po. kundërshtarit dhe shokut të skuadrës, po. Gjëra që ndodhin. Ermal Dyli tani do të synoj janë 4 bila për të përfunduar në Mendoj se duhet të korrigojmë me respektive, po të sukses. shohim pozicionimin e tij. Edhe një herë ja ka arritur qëllimet me bilën e parë, do të synoj tani numrin 7. Kurtysa fiton kundrejt Geral Gjanarit në rezultatin 5. Me goditje të lehtë me pak thithje. Edhe në tavolinën tjetër është Shumë bukur. Kurtysa që ka fituar 5-1 Sa të marroj dhe ndeshja përballë çeyrek Geral Gjenarit dhe do luajnë 2 gjysmëfinalet. Që deri tani gjysmëfinalistë kanë dalë. Edir Kurtysa, Gjini Belba dhe Eduard Zeqiri. Atëre ju kujtoj të Nurar Telshikusi. Shihni çka goditje të mrekullueshme bën. Caktuar 3. Më falni zot Flamur, bëri një goditje të shkëlqyer Dyli. Ajo Dhe ja pranë vlen të po, ndiqet 2-0. 2-0. Ermal Dyli përsëri tregon vlerat e tij, por padyshim të Nurar Telshikusi do ta vazhdoj aty ku e lash pak më parë. Eduard Zeqiri është i pari gjysmëfinalist, i dyti është Gjini Bleda, i treti është Edir Kurtysa. Tani pritet dhe finalisti, gjysmëfinalisti i 4 Ermal Dyli nga çifti që do të dalë nga çifti. Ermal Dyli. Një goditje mjeshtërore. Të shohim nëse edhe këtu padyshim do të kemi pastaj 2 takime gjysmëfinale dhe më pas finalen për të përcaktuar se cili do të Shihni jetë. çka goditje të mrekullueshme, bila numër 8 me një falco të egzageruar në brenda dhe ai bëri një pozicion Është regjia ideal. Telesportit edhe një herë. Janë goditje tepër të ralla. Ai mund sa këto
goditje kaq bukura dhe tepër spektakolare do t'i quaja. Shohin shpërndarin që do të realizoj Dyli në këto momente. Një shpërndarje e Ka tentuar shkëlqyer. nëntën, jo. Ishte Ka një qenë shpërndarje shumë e si- bukur. Dyli kërkon tani t'japi më shumë ritëm garës. Ka më Është- sigurt. Kërkon t'japi më shumë ritëm. Është një lojtar me mjaft grint. Pozicioni i bilës numër 2 është paksa komprometues, megjithatë do të tentojë në gropën e mezit me anë të përplasjes. Të shohim. Tenton, por nuk realizon. Ja. Sa dhe kundërshtarit nuk i ka dhënë Nuk po i jep hapësirë fare. Mendon për të realizuar bilën në goditje, por edhe një Edhe goditje për të mbrojtur. Pa dyshim Panozaqi edhe unë dashi pa dashi duke qëndruar me juve këtë ditë, jam bërë dhe unë gjysmë specialist. Patjetër. Pjesën Patjetër kemi kohë se kemi ende qytete për të Stega do po, vazhdoj akoma. dhe do kompletosh dhe ti si gazetar i mirënjohur që je, do futesh edhe në sferën e bilardos. Faleminderit për komplimentin. Atëherë fjala është përsëri për Ermal Dylin. Shohim çfarë varianti ka zgjedhur. Do bëj një prerje toll mendoj unë, shohim. Kështu veproj, por nuk realizon. Ja të përsëri të shohim nëse i ka Besoj se dhënë duhet shans kundërshtarit. po, besoj se do të realizoj bilin numër 5 me një prerje toll. Se në fakt të lloji takime shkërkojmë që edhe kundërshtarit të jetë në ditë të mirë, si mund ta quajmë, domethënë që edhe ai të realizojë. Se njëri si marri përsipër 9 bilat. Nuk realizon, e ka të vështirë Iriu Dajku përballë Dylit. Ermal Dylit. Por megjithatë për të meriti ishte kalimi deri në 8 Pa. më të mirëve të qytetit të Durrësit. Kjo tregon se ai djali është vazhdimisht në rritje të nivelit të tij dhe të shohim ditën në vazhdim që do të sjellin edhe se ka përsëri dhe aktivitete të tjera Federata e Bilardës. Nuk është vetëm Stega Patjetër. që do të përcaktojë një fitues, po janë dhe shumë aktivitete të tjera. Aktivitetet tona janë të kombëtare. panumërta, por të Po. përqendrohemi tek takimi, shikojmë Dajku ndashti. Realizon dhe mendon edhe për bilin numër 4, por Është penalizuar. jo. penalizuar. Pa- Mos fol për Tentoj. Panozaqit, lutem shumë, do kesh shumë kujdes. Kur them unë u penalizua, e pash që bila po hynte në grop dhe ai u penalizua bila Godica. Atëherë edhe një herë tash i jepet një shans tjetër, kam përshtypjen për Dylin. Ka edhe një shans Do të thënë në arsye grop se fundore me një lëshim të bilës godice. në 2-4-6 të bila në Lor lojë, mendje Ermal Dylit. ka vendosur që bilën numër 4 ta kaloj tek Po është një bile thjesht, do të realizoj tek patjetër. gropa e mesit. Kam Patjetër. përshtypjen, nuk e di. Në sa po e ndjekim neve. Ja ka arritur qëllimi, po të shohim për është fjala për bilën e radhës. Për bilën numër 5. Edhe bilën numër 5 nuk e kam pozicion të vështirë, ka. Është bila Favor, numër 6 paksa e largët, shohim do bëj një Po ai po luan Goditje mirë për të 5. fortë. Ta si thithje. 5. e kanë dhe pengon bila numër 8, do bëj një goditje të fortë me thithje. Duhet marri Penalizohet, prek bila numër 8 me dhe pregun? po, Mendova se duhet preku me dorë dhe është faul. Radomir Dajku tani, në goditje, i sakt. Të shohim bilën numër 6, ka një shans, është larguar paksa. Do ta quaja, po. Nuk kam gabim. Kemi pozicion pak të vështirë, por megjithatë duhet të realizojnë në gropën e fundit. Jo, Ja. Nuk mund të përfundonte. Ashtu si u godit ajo nuk përfundonte dot në grop. Kurse Ermal Dyli ka gjitha shanset, edhe për të spostuar për bilën numër 7. Apo jo Panozaqi? patjetër do të kemi goditje me falco Të kënaqshme ka dhe pozicionin e 7-s, edhe me dyshim. pak thithje, po lëshon, nuk Kurse për bilën bëri numër- një rrotullim të bilës goditjes me falcona brenda dhe u pozicionua për bilën numër 8. Pozicioni do jetë tepër i vështirë për bilën numër 9, shohim. Do të bëj përsëri goditje me të lëshuar, por duhet të ketë kujdes.
Shumë bukur. Shumë bukur. Ja. Shumë keq. Për bilen numër 9 nuk është për. Nuk mund të themi shumë keq, sepse ai kërkon gjithmonë maksimumin. Realizon. Nuk mund të themi shumë keq, sepse ai kërkon gjithmonë të bëj maksimumin, të çojë bil Godica atje ku dëshiron ai. 3-0. 3-0, po. Me merit. Vazhdon të udhëheq. Ja, regjera më të mundur, shqipi qa goditje të bukur. Radhën e shpërndarjes së bilave ka bilardisti tjetër nga qyteti i Durrësit, Radomir Dajku. Të shohim goditjen e tij. Mjaft fort. Realizon bilën numër 9 që në fillim me fat një shpërndarje e fort, e bukur dhe 3-1. 3-1. Më të vërtet gjë e bukur. Nuk na kishte ndodhur. Të dy ditë me bilën me goditjen e parë. Janë raste të ralla. Bila numër 9. Megjithatë, rasti i parë që të Durrësit. Është ai momenti kur lojtari nuk ka çat humbasi më, edhe godet lirë shumë parë dhe aty arrin të e shikon veten në disavantazh 3-0, bën atë goditjen e lirshme fare dhe arrin të bilën numër 9. Atëherë Ermal Dyli. Të shohim nëse do të jetë në gjendje Ermal Dyli të marrë bilën numër 9. Gjithçka e hapur. Radomir Dajku ka arritur, ka bërë ato që s'kan bërë asnjë nga bilardistët durrësak në këto 2 ditë që jemi në qytetin e Durrësit. Do të kemi një goditje të fortë Ermal Dylit, të shpërndajë bilat dhe të bëjë të mundur. Të shohim goditjen e tij. Ja. Realizon bilën numër 3. Ishte një shans dhe bila 9 mund përfundonte, po u penguar. Por fati nuk i buzëqesh, bila numër 1 është në pozicion tepër të vështirë. Shumë vështirë. Ja atë mund të bëj goditjen. Gjithnjë goditje mbrojtëse. Po, patjetër, është lojtar me përvojë. Po të kërkoj, jo, bëri pushin. Po, patjetër. Radomir Dajku tani ka goditur. Ja ka arritur qëllimin, po nuk penalizohet, ka shpëtuar dhe bila Godica. Edhe një herë shkojmë plani i parë është për Ermal Dylin. Këta kampion të madh do ta quajë pasi është shpallur kampion. Kemi penalizim të Dajku në këto momente. Direkt bilën numër 9 godin. Faul. Me sakt kjo goditje e Dylit. Tani synon bilën e radhës. Të shohim pozicionimin e tij, mjaft i sakt, po nëse për bilën numër 5. Shikon edhe lëvizjen e tij. Edhe bila numër 5 ka përfunduar atë goditje. Po është fjala për bilën numër 6, 7, 8, 9. Janë 4 bila që janë në lojë tani në këto momente. Qofse Dyli do të arriti marrë ato, do të bëhet fitues i setit, ndryshe i jepet një shans kundërshtarit të tij tjetër. Një moment hezitimi i tij. Nuk është moment hezitimi, po është tepër i përqendruar. Jo, një goditje me pak cilë kundërpaso dhe kemi një do të jepte një shans kundërshtarit. Po. Kemi një pozicion ideal për bilën numër 7. Të shohim se si do të pozicionohet për bilën numër 8. Goditja shumë e bukur, që vendos te bilën numër 9. Por pozicioni është paksa i vështirë. Për bilën numër 8. Po. Padyshim. Një mëngjeras do ta kishte më lehtë. Me koshiencë plot ai bëri dhe zhvendosjen e bilës numër 9, por të shohim do të realizojë dot bilën numër 8. Shumë vështirë. Megjithatë, profesionisti është profesionist. Goditja mjashtrore e Ermal Dylit. Nuk e kisha menduar. Është shkëlqyer, është shkëlqyer.
profesionist e vërtet. Tani luhet për nëntën. Shohim çfarë Pranon kapitullimin Dajku, nuk e lejon të godas bilën numër 9, se ishte pranë ashtu. Gropës. Atëherë lejojnë këto gjëra. Hidhet steka në fushë. Ai dhe peshqiri si mund të them. Peshqiri në gjuhën e boksit, atëherë deri në këtë moment jemi 4-1. 4-1, u theq Ermal Dyli. që pretendon të jetë gjysmë finalisti i katërt, që do të marrë pjesë, po megjithatë, pastaj të shohim shortin. Siç bëmi parashikim që në fillim të takimeve, ishte kjo 4 që pritesh të kualifikohesh dhe me merit të 4 të kualifikohen. Të katërt nuk janë kualifikuar. Urdhë? Të katërt nuk janë kualifikuar, presim dhe një herë Maldylin që të kualifikohet. Padyshim që do të kualifikohet. Është shumë pranë fitores, vetëm një set. Po gjithmonë Është e pamundur që Iriu Dajku të kultura poshti gazetareske kampioni. nuk e lejon që ne ta përcaktojmë, Çdo gjë mund të ndodhi, por nuk duhet ta përballë penalizojmë Ermal Dylit janë rivalin. Ai ka drejtën. Ai nuk na dëgjon. Po, ai nuk na dëgjon, por ne megjithatë do kemi një moment interesant, do të tetoj bilën numër 9. ja dhe regjia Telesportit çfarë ka zgjedhur tani. Këtë perëndim në qytetin e Durrësit, Po, hëna lart. pamje shumë e bukur, Kthehemi këtu. një mbrëmje e qetë. Një mbrëmje me pak re qielli, por nuk ka re këtu në tavolinat e bilardës. Këtu zhvillohen takimet me një fair play të vërtet do ta quaja, nuk ka. Është një mbrëmje shumë e këndshme zoti Flamur, një freskët. Po edhe Dhe kështu që s'ka ku dhe më mirë, nuk po. kam dëgjuar që të kenë në gjë me njëri tjetrin, tregohen shumë të qetë dhe shumë korrekt. Shihni çfarë bile, një prerje mjeshtrore e dy këto momente. Në qoftë se do të tentoj të realizoj bilën numër 2, mund të themi që do të bëj një përfundim shumë të bukur të setit. Është pozicion paksa i vështirë, me një goditje të lehtë. Duhet të realizohet, shohim, është pozicion paksa komprometues. Realizon, Ja ka janë arritur goditje qëllimin. mjeshtrore. Në pamje të parë duken goditje të thjeshta, po shikoj një goditje me pak falso, me një goditje me stopim, siç i themi ne bilardistët, edhe pozicioni është perfekt. Përsëri do të kemi një pozicion, ja, nxitim, e panevojshme. I kishte të gjitha sa. I kishte pa të gjitha. përfunduar. Nuk është në, me qetësi. si thuash, në ditën e tij më të mirë, megjithatë, Ka një herë janë ato momentet kështu. kur e jo, shikon janë vetën bila të thjeshta që ai Jo, realizon. shiquet kështu, ajo kulmi i sigurisë, si mund ta Po, quash. po, Ke po, besim. ashtu është, Besim ashtu të e drejtë përruar, zoti jo me Flamur. kuptimin e E keq drejtë, fjalës, e po, drejtë, e do të drejtë. thënë, sportisti arrin në një moment edhe ka besim shumë që ky top do të Duke pasur një djalë kjo bilë të ri, ai nxitohet. e mori pak më lehtë. Ja, ai kishte mundësi Dajku tash, nuk realizon. Dajko nuk e ka nivelin e dylit. Po, duhet patjetër. të thonë, ai ka kohë, do të punoj akoma më shumë që Përsëri është një moment interesant, zot Flamur, se është një bile drejt dhe kërkon një precizion të lartë, duhet një goditje me stopim me pak thithje dhe të tërheq pak bilën goditje, pozicionet për bilën numër 6, po duhet ketë një precizion të lartë. Ja, siç e parashkova, janë bila shumë të vështira, sepse kur bën një thithje të çokut me falso, zhvendoset bila goditje dhe paksa të kapi në buzë gropës, ajo në një herë e nxjerr. nuk amortizohet. Po. Edhe një herë është fjala për Ka mundësi tash Dajku. Dajku. Duhet bënë në goditje pak më fort. Megjithatë mund të tentoj në gropën e mezit. Duhet të kontrolloj bilën goditjes sepse mund të kemi një ndëshkim. Shumë bukur, ja po ka arritur qëllimin. realizon. Shohim se është pozicionuar për bilën numër Bila në 7, ka është mbështetjen e ka është shumë në të buzë lehtë. në gropës, Ka po. shumë të lehtë. Duhet mos të nxitohet, duhet bëjë një Mendoj goditje për të bilën lehtë. numër 8. Duhet të ketë kujdes të bie shumë lehtë sepse do ja, shihni, ngjitet është pozicion i Shumë vështirë. Pozicion i vështirë. Megjithatë do të tentoj gropën e mezit të shohim. Ide shumë e bukur. Jo, të shohim mbase arrin Jo, qëllimin. nuk realizon. Ideja ishte shumë e bukur me përplasje për gropën e mezit. Dhe padyshim duhet të kemi një përfundim. Dyli me shumë qetësi duhet ta menaxhoj këtë moment. Të shohim, nuk duhet të ngutet. Ja Nuk të arritur fal qëllimin. Dyli. Atëherë tani pritet
Pozicionimi për bilën nëmër 9. Të shohim dyrin. I shkëlqyer. Ka fituar ndaj Radomir Dajkut me rezultatin 5-1. Kështu janë përcaktuar 4 gjysmëfinalistët të nderuar teleshikues të Telesportit, që janë Eduard Zeqiri, Xhimi Belba, Ermal Dyli dhe Edir Kurthysa. Janë këto pamjet që na dhuron regjia.